nga ana e opozitës. Dhe ja ku jemi, shumë muaj pas, me krizat reja, në sfond global që tash këto kriza e prekin edhe xhepin e qytetarëve tonë. Andaj po e risjellim për miratim këtë projekt ligj që vjen si përgjigje domosdoshme ndaj një realiteti e përvojës që qytetarët tonë kanë përjetuar. Rritje të papritura të çmimeve, paqartësi në treg dhe mungesë e mekanizmave efektiv për mbrojtje e ruajtje. Me këtë ligj ne nuk po hymë në tregun e lirë, por përkundrazi po e mbrojmë lirinë e tregut nga abuzimi. Ky projekt ligj vendos një balancë të domosdoshme ndërmjet funksionimit të lirë të tregut dhe përgjegjësisë së shtetit për të mbrojtur interesin publik në situata të jashtëzakonshme. Ai krijon instrumente të qarta për ndërhyrje të përkohshme, të targetuara dhe të bazuara në evidencë, në fakte, duke shmangur deformimet afatgjata të tregut. Përmes këtij mekanizmi sigurohet që çdo veprim ndërmarrë të jetë proporcional dhe justifikuar në shërbim të stabilitetit ekonomik dhe mbrojtjes së konsumatorit. Njëkohësisht ky ligj rrit parashikueshmërinë për bizneset dhe garanton rregulla të barabarta për të gjithë aktorët në treg. Në thelb, kjo është një politikë që ndërton një ekonomi më të qëndrueshme dhe një shtet më të aftë për të përballuar sfidat e kohës. Ky ligj garanton furnizimin dhe çmimet përballueshme për produktet bazë në kohë krize, pastaj parandalon spekulimet dhe fitimet e pajustifikuara në kurriz të qytetarëve dhe më tej siguron reagim të shpejt institucional kur tregu destabilizohet. Për herë të parë krijojmë mekanizëm të pavarur, bordin, i cili vendos mbi bazën e të dhënave dhe interesit publik e kurthësi të interesave të ngushta. Le të jemi të qartë, kjo nuk është risi vetëm për Kosovën. Shtetet e Bashkimit Evropian kanë mekanizma të tillë. Dallimi është se ne deri më tani na ka munguar zbatimi i ligjit të këtij në praktikë dhe qytetarët e kanë paguar këtë mungesë. Të nderuar kolegë, të dashur qytetarë, sot po ashtu po e risjellim edhe një tjetër ligj jetik për shëndetin e qytetarëve dhe shëndetësinë publike në përgjithësi. Edhe ky ligj po ashtu ka qenë i sfiduar nga opozita në gjykatën kushtetuese. Por siç jemi zotuar, nuk do të ikim fjalës e shmangemi përgjegjësisë. Sot në rendite e kemi edhe projekt ligjin për sigurimet shëndetësore. Synimi ynë për të investuar në shërbime shëndetësore dhe për të garantuar sigurim publik shëndetësor me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës do të konkretizohet me miratimin e projekt ligjit për sigurim shëndetësor. Përmes këtij projekt ligji kemi synuar dhe synojmë që njerëzit në nevojë të kenë mbrojtje më të mirë sociale duke ndikuar në uljen e varfërisë dhe të pabarazive.